Deputeti i Partisë Demokratike për Lushnjën, Sajmir Korreshi, pasi ngriti alarmin sa i përket gjendjes në Spitalin Bashkiak të Lushnjës dhe sigurinë e bombulave të oksigjenit në spital, ka kërkuar sot nga ambientet e tij prezencën e drejtorit për të ballafaqur me situatën që e quan evropiane në këtë spital. Në shumë reparte, sipas Korreshit, situata është skandaloze, ndërsa tmerruese është në repartin e oksigjenit. Tu ka mbi një vit që vazhdon situata alarmante. Më thonë përsëri dje që prap dhe ato që thonë këta fikse zjarri që nuk shoh asnjë këtu te dera, ju mund të merrni edhe pamjen tuaj për të parë që ishte me standard europian. Ka bërë një reagim që çdo gjë këtu ka qenë sipas standardeve Ministrisë Mjekësisë, kështu që Ministria e Mjekësisë këtë lloj standarde ofron për shqiptarët. Ju e shikoni vetë këtu mbrapa, këtu jemi tek salla kryesore që kanë improvizuar tani për urgjencën e re. Kjo është e vjetër që nuk e di, kjo është merje se kjo, por do u bë vjetër dhe kjo është situata. Oksigjeni akoma vazhdon të jetë dramatik. Ju e shikoni që këtu edhe ato bidet dhe WC që kanë hequr, edhe gjithë këto të tjera se mbetjet spitalore vazhdojnë të qëndrojnë këtu nga ambulancët që kemi të dyja, ku diun 7-9, vazhdojnë të qëndrojnë këtu, e patë situatën si është. Unë këtu ka rënë çdo gjë, domethënë këtu, domethënë nuk e di, kjo unë mbaj mend kam parë një Marcellino Panevino këtu, se ka pas që një godinë italiane kur Caritasin në kohët, edhe vazhdon. Kjo është standardi europian, nëse ne themi për këtë standard me që kishin reaguar dhe ishte një situatë e vjetër, ku dhe drejtori i spitalit ndër të tjerë thoshte që ne nuk e kemi përgjegjës për oksigjenin në ato analet e tyre, çuditërisht edhe një urdhër që emëronte dhe shkarkonte një përgjegjës të repartit të oksigjenit. Dje kanë bërë dhe një sfidë drejtorit mi që kishte reaguar që sot 8 mëngjesit po e priste deputeti, se harrojnë që deputeti flen Lushnjë. Unë jam këtu, drejtori ka kaq minuta, më ndoshta ka punë më të thella sepse atje rrin gjithë në korridor të urgjencës, ndoshta edhe për këtë po ndërhyn apo lidhet me ministrin për standarde europiane, por standarde europiane vallai këtu nuk ka. Kështu që o drejtor, standardet po presin standardet këtu, ti shikojmë së bashku me sfidë, duke qenë se ti shkruan në Facebook, urdhëro ja dhe këtu fizikisht. Spitali Sança Bey, pas deklaratës së Korreshit, reagoi ku tha se dokumentacioni cituar nga deputeti i referohet periudhës para 31 dhjetorit 2024 dhe nuk ka patur ndonjë incident të regjistruar që të rrezikojë pacientët ose punojësit.